në seancën e parë unë pres që të bëhet edhe konstituimi i kuvendit mirë po dhe qeverisë. Prisim ndonjë ndryshim tek emrat e kabineti apo tek ai kabinet që ai e deklaroi edhe më herë. Qoftë edhe nga kryetari i kuvendit, Albulena besoj. Jo, nuk e besoj, unë besoj që prapë zoni Albulena Xheu do të jetë ministre e jashtëm, zotëri Kurti atë kishte provokim, propozitën nuk e kishte serioz, ishte parë qëllimi i tij, nuk do të jetë Albulena, do të jetë dikush tjetër. Unë besoj zonja Albulena Xheu e ka filluar si thua një proces të vetingut në drejtësi dhe besoj që do ta vazhdoj, do të ishte shumë befasi nëse do ta prolongonte zotri Kurti duke larguar, nuk e pres. Do të ketë ndryshim ministri i arsimit, më nuk do të jetë ajo që ka qenë, por për shkak se ka pas shumë kritikë, unë personalisht kam qenë kritike saj sepse ajo dhe mësuese, edhe për qenë mësuese është në një nivel shumë mesatar, le më për qenë ministri i arsimit, nuk është se ka thënë ndonjë ndryshim, kështu që zotri Kurti duket që këto kritika të vazhdueshme i ka përfillë dhe e kishte propozuar një emër tri, një ekspert me të drejtën e arsimit, e pres që të ketë pak ndryshime, mirë po jo, zotri Glau Konjunca unë pres që do të jetë ministër i jashtëm, ndërsa eventualisht zonja Donika Gërvolla që ka qenë ministër i jashtëm do të jetë zëvendës kryeministre. Kështu që pak a shumë këtu do të jenë mirë kuvendit apo nuk dihet kush do të jetë kryet kuvendit, nuk dihet zotri Kurti. Jo, nuk e besoj që do të jetë Dimali, absolutisht as Dimali nuk jetë zotri Kurti, thjesht i kishte pas provokime këto dhe opozita e vuri krejt dhe zotri Kurti keni po kur u zgjodh zotri Xhemal Bosha as nuk ka dorë tërkit, ishte njeriu më i mërzitur aty, sepse nuk e ka pritur që të shkoj. Sepse zotri Kurti nuk e kishte prit mirë, po me shumë gjos zotri Xhemal Bosha ka shumë vështirë ka rënë me vota shumë, unë nuk po them që nuk do të bëhet deputet për shkak se edhe vetëvendosja ka fituar shumë, kështu që edhe këta emra që kanë fituar zotri Konjunca, zotri Kurti, këta do të marrin postën qeveri duke lënë radhën të tjerëve, kështu që në këtë kuptim edhe ai pritet të jetë deputet, mirë po nuk pres që të ketë ndonjë dikaster në kryet kuvendit, mund të jetë ndonjë ministër që zotri Kurti kishte bërë, nuk e di tashmë ka bërë provokim apo jo, po mbetet për të parë zotri Kurti se si e modifikon koalicionin e tij qeverisës për 4 vjet. Kështu që me pak fjalë Kosova dha një model shkëlqyer para Bashkimit Evropian, para Shtetit të Bashkuara të Amerikës, para gjithë rajonit që është quhet për një kulturë politike të marrëvojtjes së zgjedhjeve, zgjedhjet pranohen nga gjitha palët, edhe nga humbësit, pra mënyrë është urrë zotri Kurti, kështu që kjo është një shembull për demokracinë, për të ndjekur se mbi gjitha është verdikti i qytetarëve që duhet respektohet. Po për zonën Osmani, Kurti si mendoni që do i leverdiste më shumë, ta mbante aty mbyllur, pra një opozitare që mund të rikthehej në kundërshti pastaj nëse do dilën në terren, apo ta nxirrte? Sigurisht do të Kurti i leverdis për ta mbajtur zonën Osmani duke pas parasysh faktin që dhe zonja Osmani situash ka qenë një urë lidhse shpesh me zotrit Kurtit dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës kur ka pas ndonjë çalim, ndonjë fërkem, si thuash për shkak të tensioneve verigjishte, zonja Osmani që çdo herë kishte nxjerr nga situata zotri Kurti duke shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duke e neutralizuar si thuash hendekun që kishte ekzistuar. Kështu që zotrit Kurti i leverdis për ta përdorur zonën Osmani për ta mbajtur si thuash në kafaz, sepse nëse zonja Osmani hipotetikisht nuk do zgjidhet presidenta ajo me shumë gjos, mund të shkojë edhe tek Liga Demokratike e Kosovës, kështu që zotri Kurti do ta kishte një oponent shumë më të fortë, kështu që nuk i leverdis as pak për ta mbajtur lart, kështu që i leverdis për ta mbajtur afër, shto këtu faktin që zonja Osmani nëse merr një mandat 5 vjeçor, prap pas 4 vite zotri Kurti do të jetë prap nuk do të ketë oponent shumë të fortë dhe me gjos i mendon edhe zgjedhjet e ardhshme. Kështu që në këtë kuptim unë besoj që i leverdis më tepër zotit Kurti për ta mbajtur zonën Osmani, kështu që edhe i leverdis tjetra që nëse hipotetikisht opozita do ta bllokonte dhe zonja Osmani nuk do me 2 mars nuk i vazhdohet mandati, vende brenda 45 ditë shkon në zgjedhje, kështu që zotri Kurti me zonën Osmani do delin bashkë për të kërkuar prap dhe kjo sigurisht që e rrit fuqinë e tyre politike. Në këtë kuptim opozita vetëm nëse do të bënte një kohë shumë të madhe për të mos qëndruar në seancë, nuk ka alternativë tjetër pavarësisht që dëshiron apo jo zonja Osmani, çdo rrugë tjetër është në bumerang për ta. Ju do të thatë skenarin tjetër që mund të rikthehet në LDK,
për të zëvendësuar Lulbashën. Pra, për të gjithë opinionin ju Abdigjikut, në biseda dhe me pak më jeni referuar si Lulbasha pra duke marrë krahasimin me ish-kreun e PD-s në Shqipëri. Edhe nga pamja fizike ngjasojnë shumë, mirë po edhe nga veprimtaria politike janë njësoj, pra nuk janë lider. As Luli nuk ishte as Lumiri, por koincidenca dhe emri fillon me L të dëve, kështu që në këtë kuptim ka shumë ngjashmëri. Po ka shanse që se fakti që nuk e dha dorëheqjen, ai ka pas siguri që Kongresi Asambleja e Partisë mund ta votbesoj. Se nëse do ta kishte ndarë mendjen, ai do ta kishte dhënë dorëheqjen. Nuk pristet. Po sigurisht Lulbasha kështu çdo kur hum të zgjedhë thonë që tashmë po fillojmë luftën politike. Lufta fillon tani. Pra, tashmë do ta fillojmë betejën. Në këtë kuptim, nëse zotëri Abdigjiko qëndron prapë në pushtet, LDK prapë do të mbetet e tretë apo do të ketë këtë përqindje. Pra nuk rritet. Do të thënë si përfundim do largohet apo jo? Unë besoj që nuk do t'jep dorëheqje, mirë po do t'a vënë në kuvend votën besimit, pra do t'a vënë prapë në... Do t'a marrë vot besimin, do qëndroj. Po, sepse i ka njerëz të vet që i ka mbruar atë, nuk ka se ka dikush tjetër, pra unë nuk pres që të ketë ndryshim, do të ishte mirë për LDK-n, po edhe për Kosovën. Kosova ka nevojë për një, jo vetëm për një LDK mirë, po për një opozitë fortë, sepse duke pas një opozitë fortë, mbikëqyrja ndaj qeverisë do të jetë më e madhe dhe kështu që gabimet do të jenë më të vogla dhe rrjedhimisht do të jetë një alternativë më sigurt për të nesërmen. Mirë po unë nuk pres që LDK-ja me Lumirin do ta kaloj asnjëherë as vendin e tretë, ata çdo herë do mbetësin vendin e tretë, kështu që nëse antarësia edhe elektorati edhe mirë po njerëz që e duan vërtet LDK-n mendojnë që me qëndruan vendin e tretë le ta mbojnë Lumirin, për ndryshe ai duhet mu largu sepse qysh në vendimin e parë të tij kur ka ardhur ka bërë gabimin trashanek që unë në atë vendim e kom po që kë nuk mund jetë kur lider, po kupton. Pra vendimi i tij i parë ka qenë që e ka të nesërmen kur është bë kryetar i LDK-s, vendimin e parë e ka marrë duke bërë Isa Mustafën kryetar nderit partisë. Imagjino njëri që kishte shkatruar partinë, kishte sjellë 10%, e kishte larguar elektoratin, e ky është poll kryetar nderi. Pra, kjo tregon që kjo tregon një lloj psikologjie politike që dëshiron të shkojnë rrugën e tij dhe faktikisht ka shkuar rrugën e tij, nuk është se ka ndryshuar, kështu që